Më gëzon fakti, është në base jashtëligjshme ta them sot publikisht, do thotë duke njohur edhe aspektin juridik, më gëzon fakti i sabotimit të qytetarëve, i cili është një mesazh i qartë si kristali për secilin subjekt politik. Me që nuk kishin alternativë. Bojkot do të thosh më jo se bojkot, sabotim, zhgënjem, revolt. Jam çuditur pse s'bëhet protesta, po mbase kjo protestë e heshtur do ta çoja. Protesta e heshtur, edhe më ka dhënë një mesazh kënaqësie personale që këto subjekte ndryshe folën me 28 dhjetor dhe ndryshe po flasin këtyre ditëve. Gjithashtu, është e çuditshme të mendosh që deputetët aktuale, ata që janë duke marrë shumicën e votave, të kenë akoma ambicie dhe dëshirë të dalën në një parzgjedhje të kërkojnë të drejtën e votës qytetarëve, me cilin narrativ, me cilin mision, apo me cilin do thotë propagandë mund të krijojnë partitë politike për të kërkuar edhe një palë zgjedhje, nëse nuk krijojnë institucione. Kam përfunduar instrumentet të kërkimit të votës. Nëse instrumenti i fundit që kishte ngelur për momentin që mendonin që do ishte diçka ndryshe ishte Kurti dhe Osmani, edhe ky u konsumua dhe nuk e di se çfarë narrative do krijohet, çfarë lideri tjetër mund të krijohet që partitë të luftojnë e të mendojnë që do dyshojnë rezultatin. Sigurisht që gjithë janë humbës në këto parzgjedhje, më shumë humbës është Lëvizja Vendosje në kuadër të votave, në përqindje. Edhe pse është fituese e madhe. Fituese e madhe, por dua të them kur fliten mbi 140-50.000 votave, siç po e thanë edhe kolegët, është pothuajse një subjekt politik i dytë ose i tretë, se as LDK-ja as dia ka arritur këtë shumë të votave të marrë. Ky është në fakt mesazh i qartë që diçka nuk është duke funksionuar. Edhe ajo ideja që ne jemi të parët, ne kemi të drejtën absolute, është mesazhi i dytë. Tashmë numrat e matematika kanë ndryshuar, ne mund të presim, në fakt, mund të presim edhe një blok ish opozitar të bëhen bashkë, sepse i kanë numrat për të krijuar, do thotë, qeverin, por gjithashtu mund të presim një koalicion. Qeverin deri tek presidenti. Deri te presidenti. Tash as Albin Kurti nuk i ka, nëse nuk keni koalicion me një subjekt të dytë ose të tretë, as Albin Kurti nuk i ka shumicën e votave për të zgjedhur presidentin. Gjithashtu edhe opozita, nëse Albin Kurti kërkon do thotë një president konsensual dhe të formojë qeverinë me numrin e votave që ka, gjithashtu edhe opozita mund të bëhen bashkë, të bëjnë qeverinë dhe të kërkojnë një president konsensual dhe t'i kërkojnë Lëvizjes Vendosje t'ia votojnë atë kandidat konsensual, sepse në mënyrë të barabartë numrin e votave kanë këta do thotë deputete, një siç mund t'i ketë edhe Albin Kurti. Gjithashtu ne e dimë që tradicionalisht, por e ka pasur edhe hatërmbetje të komiteteve jo shumicë sërbe që mund të anojnë, sepse synimi i tyre zakonisht është shkojnë aty ku ajo bëhet qeveria dhe ku ka stabilitet më të lartë. Dhe votat e komitetit jo shumicë mund të shkojnë do thotë te pjesa e opozitës dhe të vazhdohet ky si proces. Janë dy mundësitë e matematika, unë po jap vetëm alternativa, jo sepse mund të jetë diçka reale. Mund të formohet blok opozitar, të formojë qeverinë dhe të propozojë një emër konsensual që t'ia propozoj Lëvizjes Vendosje të ri të bëj kurumin, dhe kjo në fakt mund të ndryshojë pak formulën nëse mund të shifet potencialisht të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, siç e bëri Lëvizja Vendosje që propozoi dikur disa emra konsensual, nuk ja votun këta dhe ajo u justifikua me idenë që këta nuk podojnë politik. Edhe ata emra Kosova ka sa të dush, si parti opozitare të bëhen blok edhe të shohim nëse mund të qeverisin më mirë apo jo krahas Albin Kurtit. Problemet tona do thotë jetike tashmë, nga përditshmëria jonë shohim që qytetari më nuk e ka hiç gajden, a është lider Albin Kurti, a është Lumir Abdegjiku, a është Bedri Hamza apo Ramosh Haradinaj. Ai ka hall tjetër përditshëm tani më. Pse? Sepse jeta e tij e përditshme nuk po mbaret më te emrat. Janë vetëm militant partijak të cilët lidhen tashmë me liderin. Po themi, po jo, ky është mesazh. Kam përshtypjen që analiza ishte që qytetarët po i votojnë subjekteve politike për shkak të udhëhecësve të tyre, jo për shkak të ofertave programore. Kjo dalje e urtë e votave, të cilat nëse shkojmë në zgjedhje të tjera, unë sot po jap me garancë që vetëm do ketë ulje dhe më të madhe të përqindjes për dalë, sepse prej 2014-s ishte 41%. Domthon kanë kaluar 12 vite që është numri më i urtë i daljes së votuesve do thotë për të shfrytzuar të drejtën e votës, si mesazh do thotë që ja ka dërguar partive politike. Ndërkohë që tërheqja e zonës Osmani, siç edhe tia ja ka thënë edhe her pas here në fushat që emri im nuk dihet po nges, në deklaratën e ditës së zgjedhjeve kur përfundoi procesi zgjedhor, ajo tha po patjetër piknisja do jemi ne do thotë për të propozuar. Ose Abdegjiku. Po besoj që e thash atë natë dua ta ritheksosonte, po duhet të jetë piknisje se ti ke garu për të qenë presidente. Tash nuk po. Ka të kesh të piknisje, shkon e propozon zonin Osmani nëse don koalicion LDK-ja. Albin Kurti Vendosja thoi jo, nuk e duam, edhe largohet, domethënë, të thuash që kam piknisje nuk do të thotë që unë do këmbule unë ose hiç, domethënë duhet pas të thotë se ajo ka garu për presidentin, nuk ka garu për kryeministin zonja Osmani. Prof,
Vendosja fitoi zgjedhjet, por në shesh nuk u pa një, po themi,